Ishte një ditë e nxehtë koriku. Dielli përvëllonte mbi fushën e misrit, duke e kthyer ajrin në një valë të nxehtë që dridhej para syve. Gjethet e gjata e të gjelbra të misrit fërshëlenin lehtë, por aty, në mes të asaj deti të gjelbër, qëndronte një heshtje e rëndë. Bariu, një plak me duar të ashpra nga puna dhe me një kapel të zbardhur nga pluvuri, qëndronte në skaj të fushës. Para ti shtrihej mundi i një jete të tërë. Por fusha ishte bosh, askush nuk ishte ardhur të ndihmonte, askush nuk ishte për të korrur atë misër që tani po piqej në nxehtësi. Fqinjët kishin punët e veta, të rinjt kishin ikur në qytet dhe pleht ishin lodhur. Bariu pshertiu thellë. Ai mbante mend kohën kur fusha mbushej me zëra, kur gratë e fshatit vinin me shami të bardha dhe burrat me kosa, duke kënduar këngët e vjetra të korjes. Por tani, vetëm era i përshpritte në vesh. Ma bëri atë punë, murmuriti ai, duke parë misrin e artë. Ma bëri fusha të rritet, ma bëri misri të piqet, por ma bëri edhe të qëndroj këtu vetëm. Ai mori një kallëp misri në dorë, e rrotulloi me zgjishtrinjve dhe ndjeu forcinë e kokrave. Ishte një bekim, por një bekim i rëndë për ta mbajtur vetëm. Pastaj, ndodhi diçka e papritur. Erdhën era dhe preku gjethet e misrit, duke krijuar një tingull si shushurim. Në atë shushurim, Bariut ju duk se dëgjoi zëra. Jo zëra njerëzish, por zëra të tjerë. Zëri i tokës që kishte pritur farën, zëri i shiut që kishte lagur rënjët, zëri i diellit që kishte dhënë ngrohtësi. Dhe Bariu e kuptoi diçka. Ai nuk ishte vetëm. Fusha nuk ishte bosh. Ajo ishte plot me gjithë atë që kishte nevojë. Misri ishte aty për të ushqyer, toka ishte aty për të mbajtur, dhe ai ishte aty për të dëshmuar bukurinë e asaj cikli. Ai u ull në buzë të arës, vendosi kapelën mbi gjunjë dhe buzëqeshi. Ma bëre një punë të madhe, o Zot, tha ai në heshtje. Ma bëre një fushë që më mëson se bekimi nuk matet me sa duar e korin, por me sa zemër e vlerëson. Dhe ndërsa dielli perëndonte, duke lyer misrin me ngjyra të arta dhe portokali, Bariu ndjeu paqe. Sepse e kuptoi se megjithse askush nuk ishte aty për ta ndihmuar, ai që i kishte dhënë atë fushë ishte aty. Dhe kjo ishte më se e mjaftueshme.